Gazetarja e njohur Mira Kazhani njoftoi lajmin e trisht se babai i saj, Petrit Kazhani, është ndarë nga jeta. Ajo publikoi në Instagram një fotografi të tij me përshkrimin: "Sot një pjesë e shpirtit tim mbylli syt përgjithmonë. Babi im, duke shprehur dhimbjen e thellë për humbjen e tatin." Përmes Instagramit, Mira ndau edhe detaje mbi ceremoninë e varrimit, duke ftuar miq dhe të afërmit të japin lamtumirën e fundit të dashurit të saj. Petrit Kazhani vuante prej vitesh nga demenca, një sëmundje që Mira e ka përshkruar më herët edhe në librin e saj autobiografik Një ditë tjetër, ku rrëfen hapur edhe betejën e saj personale me kancerin e gjirit dhe sfidat familjare që ka përjetuar. Lajmi ka prekur ndjekësit e saj, të cilët kanë shprehur ngushëllimet dhe mbështetjen në komentet e tyre për momentin e vështirë që po kalon gazetarja. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.